Të dashur mi që jena këtu me një person I cili do të na rrëfej një pjesë nga jeta e tij. E me mu këtu është një qytetar I Prishtinës, është Muhameti. Përshëndetje Muhamet. Përshëndetje. Muhamet, kam pa dikun që ke tregu diçka një histori tonë shumë prekse për familjen tonë. Po, na tregon për Kosovën, Po. Qysh ishte jeta jote? Baba nuk e kam. Unë ka dek. Po? E rri e zhvet. E nana? Nanën e kam gjallë, po ka njerë shka e vizitaja, ma jo dit për dit. Po? Se s'ka mundësi, kare e marrë në e kur t'kam kohët lirë në e ditë. Ku jetë nana? Nana jetan fë Kosovë. Fush Kosovë. Ti është martu nana? është e martunë, po. Tjetër kun? Po. E so fëmi ju kalon baba juve? Në kalon 3. 3 fëmijë? Po. 2 motra dhe ti vlla, ha? Po. A jenë martu motra? Motra e martunë. Ti tash jeton veç E zhvet. A mund pja del me jetu? Jo, Allah së më pja dal, qëto të lypë së më pja dal. Ti po lypë? Po ka mas qa ma hongër me pis, po ka mas në zeme, as shparet, as sen ish. E njerëzit po të nënçmojnë, po të bullizojnë. Po ngucin, qështet. E jeta jote? Jeta jam është pak si zarë. Si zarë. Ku po me rushim? Qëto dal me lypër e pënej. Ere baj, ere bli buko. Për çdo ditë qështu vetë? Vetë I lanë robat, vetë? Ma shumë ka jeri qaj të motra. Të motra ka njeri qaj. Milion motra qështet. E nanës, a I ke thonë nanës, pse s'nanës ka net me ty? Po se nana em s'mundet tash me nej, se tash u martu. U martu. E so vjetë kalon babi ty? 12 vjet. 12 vjetë I ke pas. Tash Po. so vjetë I ki? Tash I kam 21. Çka ju kështë thonë gjithë atyve njerëzit që na ndjekin në Kosovën, pa? Po I kësha lu se keni mundësi mu ndihmu për ushqimore me hongër me pi. Ju kësha di për fender se keni mundësi mu ndihmu mirë. Çka ki nevoj ma shumë? Po për I shparet, ere për ushqim Ku jeton? Në Plemetin. Plemetin. Pi Plemetini çdo ditë ushton? Çdo ditë. A mund po mbledh pare për një ditë një dalë? Për një ditë me 15 euro ma shumë jo. E me ta gjetë dikush një punë, a kështë punu? Unë I di që ke ardhë një herë, më një lokal ku jam konë mund të punu, edhe ke kërku punë. Po. Edhe unë nuk e kom ditë jetën tane, edhe më ke prek tepër shumë kur e kam një jetën tane, edhe më ke befasu, për ta thamë shumë seriozisht. Sepse ti edhe më ta gjetë dikush një punë ti puna. Me ma gjithë ne punën e pënej. Ke nejtë edhe shumë ditë pa bukë. Po, ka patër do ditë që këm nejtër pa bukë, po ja këm dalë diqësh. Ja ke dalë. Po. Po njerëzit që të njofin, njerëzit që e din Njerëzit që më gjojnë u mjep, hinë ka njerë, po si familje ma gjef mund s'munët me të lonë kërkush. Ditë për ditë mi shku I bo është edhe sëmë. E vërtet është. Se familje që ki nuk mund është mi shku ditë për ditë. Se fojnë që po vjen ditë për ditë është me hongra, dhe ne kështët, po ditë me dalë qështët. Ti je musliman, shkon edhe në xhami, edhe falësh, edhe lutesh, edhe je besimtar, edhe je njeri më I mrekullueshëm që sa e kom pa une, seriozisht po ta them. Unë e lut Zotin që të shoh dikush edhe të ndihmon se vërtet ki nevojë. Kam nevojë Allah. Se qëto të dalë me lypsën pja dalë, e rëftatash. E raportet me nanën qysh janë? Me nanën mirë. Mirë janë. Babi ka koni smut? Babi ka në pak s'moj ke me jetë, s'kesh takat për me ja dalë. Me dalë me punu se o plak tani, mos mundet.
Na ka këshyre e balë, e baba e mërë motrën tem, na ka këshyre balë. Po sa ka pat mundësi me punu, ka punu, se s'ka pat. E vërtet është. Inshallah zëmër të shet dikush edhe vjen të nimon e të ngjet dorën, s'paku edhe një punë të mirë më ta gjetë. Inshallah. Se je njeri shumë fenomenal. E ju të dashur miq, mos e ndroni kanalin asesi, sepse me gjana të mira, me gjana interesante vina drejt shtëpive t'juve dhe bëhemi miq të përjetshëm deri personin tjetër. Mos e ndroni kanalin asesi, sepse Kosova Info ju informon për çdo gjë.